Olimpiada e numërimit të votave të diasporës u mbyll në ditën e 9. Elbasani, qarkuminzet i zgjedhjeve, mbylli me paqe kutinë e fundit nga emigrantët. Por kjo kuti e fundit për këto zgjedhje bëri jehon vetëm për shkak të sallës bosh në Parkun Olimpik. Rezultati ishte lexuar me kohë. Kryesocialisti Rama nuk priti hapjen e kutisë së fundit për të falenderuar mbi 120.000 bashkëpatriotët jashtë që votuan Partinë Socialiste. Me një falënderim krejt të posaçëm për shqiptarët që nga Greqia, Italia, Amerika e çdo anë e Europës dhe botës që u bashkuan trenit fitores, duke bërë atë edhe më domethënës, jo vetëm nga numrat, por në radhë të parë për nga mesazhi i fuqishëm i shumicës së tyre dërmuese, i cili do të na bëjë edhe më të përkushtuar për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, ju uroj një ditë të mbar. Në kontrast me të dhe me realitetin, Sali Berisha pas zgjodhi të mos njohë rezultatin. Qëndrimi ynë është i prerë. Asnjë rezultat nuk mund të nxirret mbi falsifikimin monstruoz që u bë në këto zgjedhje. Farsa është farsë, nuk është zgjedhje. Nuk mund të bësh më fjalë për zgjedhje, nuk mund të bësh fjalë më për është farsë. Por për socialistët, këtu nuk ka asgjë të re. Ju kemi kujtuar ju dhe publikut deklarimet e atij që është prej 35 vitesh në krye të Partisë Demokratike, edhe në vitin 1997 kur ishte president i Republikës dhe zgjedhjet i kishte humbur, deklaronte se zgjedhjet ishin vjet. Domethënë kulmi arrin vitin 2013 kur ishte kryeministri në detyrë dhe kryeministri në detyrë deklaronte që i kishin vjedhur zgjedhjet. Dhe prej vitit 2013 me radhë deri në vitin 2023 dhe tani 2025 nuk ka ndodhur në një gjë e habitshme, por e njëjta gjë. Doktori e humbi ndeshjen, megjithse e kishte kësaj radhe arbitrin me vete, por në fund nuk e kurseu as Ilirian Celibashin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nëse do i përmbajë ligjit, s'do ulej kurrë të nxirrte rezultatin. Sepse do thoshte procesi ishte farsë. Vota e diasporës ishte një sukses i dyfisht, i pari politik dhe kushtetues. Shteti u ktheu borxhin më të vogël që u kishte emigrantëve, u dha të drejtën e votës. Suksesi i dytë ishte se ata treguan se ishin pjesa më progresive e shoqërisë. I vetmi dështim i këtij procesi i mbetet Ilirian Celibashit. Kryekomisioneri e ktheu votën e diasporës në një mollë sherri me vendimet që mori para dhe pas zgjedhjeve, ndërsa i dha mundësinë opozitës të kontestoj procesin që ai vetë organizoi. Celibashi do të hyjë në historinë e zgjedhjeve si i vetmi drejtues i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i kontestuar nga të gjitha palët, si nga ata që i humbën, edhe nga fituesit e zgjedhjeve. Nga Parku Olimpik, për ABC News, Andon Kello.